Draft ligji i Partisë Socialiste për Hartën e Re Territoriale parashikon shkrirjen e Bashkisë Maliq dhe kalimin e saj në administrimin e Bashkisë Korç. Ky propozim është kundërshtuar nga banorët e Maliqit, të cilët shprehen se shërbimet duhet jenë sa më pranë qytetarëve dhe jo më larg. Sipas tyre, shkrirja e bashkisë do të sillte vështirësi për banorët, por edhe do të ndikonte negativisht në investimet dhe zhvillimin e zonës. Po nuk e shkrirja, jo. Në tepër është politikë. Jo, unë jam me këtë. Sa më afër shërbimi ka si popull. Se ti po e largon, do më dhe në largon popull. Nuk jam dakord të prishet atë, inshallah moti. Ne shqyr që i kemi, bashkinë afër këtu. Kemi nevojë për bashkinë. S'duhet të shkrihet, po të na pyesin neve nuk duhet të shkrihet. Po ikin tëra gjërat, tërë investimet, tërë ato gjërat që janë bërë tash të mira këtu. Ndërkohë Arbian Mazniku, bashkëkryetari i reformës territoriale, në një dalje publike ka sqaruar se qytetarët do t'i marrin shërbimet në të njëjtën zonë, pasi nënkryetari do të shërbejë në të njëjtën godinë. Në bashkitë e reja, sipas tij, do të përqendrohen vetëm shërbimet që kërkojnë ekspertizë, si planifikimi urban, hartimi i buxhetit, zhvillimi ekonomik dhe funksionet ligjore. As edhe një shërbim nuk largohet nga territori, as edhe një, zero. Çdo shërbim që qytetari ka nevojë ta marrë aty, e merr aty. Elementet që konsolidohen dhe nuk largohen janë elementet që kanë të bëjnë me planifikimin buxhetor, që kanë të bëjnë me planifikimin urban, që kanë të bëjnë me planifikimin e zhvillimit ekonomik, që kanë të bëjnë me elementet ligjor, pra zyra ligjore që bën akte, bën vendime Këshillit Bashkiak, elementet që janë kontraktual, elemente të cilët qytetari në thelb nuk shkon ke zyra respektive për të parë se si është bërë vendimi i Këshillit Bashkiak. Vendimi i Këshillit Bashkiak është një gjë që bëhet mes kryetarit bashkiak, që do jenë proporcional me zonave, dhe zyrës që harton këto vendime, që është zyra juridike. Zyra që harton buxhetin, zyra që koordinon punën me hartimin e projekteve inxhinierike për territorin, zyra që merret me planifikimin e pastrimit të kanaleve kulluese vaditse, do jetë në qendër. Pavarësisht kësaj, banorët e Maliqit kanë qenë të vendosur për kryerjen e një proteste të dielën, në të cilën do të kërkohet që Bashkia Maliq të mos shkrihet.